Djem, pa marrë, qërë, vesh pak, vesh ta se ki që të sen. Se ky po bën be, e tani po duhet mi besu këtina. Që edhe unë po boj be, pasha zotin si jom kundër këti njeri hiq absolut, për kur gjo. Qka do që kena me fol në këtë live stream, kena me fol vesh realitetin, edhe menimet tona, opionet tona, edhe nëse o puna ky, me lon YouTube-ën shqiptare, na kena me thonë ky duhet me lon, okej? Po vazhdojmë ta shpekshym deri në fund. Se ky është ky një opinion edhe si kjo për veç pak. Unë du me të cek se unë me këto e na kojshi gati, a din se qëtu 15-20 minuta për Prizrenit larg është, edhe na bje dita nesër mas nesër mu në mu taku live, s'kom qef a din me më këshyr shtram dhe së me këshyr, kështu që a din vesh menimi jemi është, ka mu dhën menimi edhe që kaq, ta këshyr që ka po fol ky, okej? Vazhdojmë. Nuk di në bro qon puna, do të pak me kuptu ma mirë bro. A den se si nalo? Që nuk nina. Atë qa po ndodh? A den? Nashta on shumë i ri, ka 10 vjet, 12 vjet, nuk di në bro qon puna, do të pak me kuptu ma mirë bro. A den? Okej. Ti që to sene ta ulan që to muhabete duhesh mi kallëzu njerëzve që të këshyrin ty se ti shikuste tu që të këshyrin Roblox, tu lujt, i ki 5 deri në 7 vjet. Ata nuk din me procesu ma shumë, veç ka thu ti nëse thu unë jom lideri, ata fëmit komplet kanë me ardhë youtuberave tjerë, kanë mi thonë, kjo lideri juj, youtuberi shqiptar, kjo lider, ta ullon t'jo lider, ju s'dini sen. E për që të sen duesh pak ma ndryshe mu drejtu të shikus të tu, të dashur. Edhe vetë qyshet sege që 10-12 vjeqar s'din me komentu qysh duhet. Pleq që nuk nina.